Asnjë ligj, dy ligje të këtyme. Një që është ligji për këshillin një për të mbrojtja e konsumatorit, vetëm dy janë. Po, për zonën e Osmani. Krejt tjera ti ka certifiku. Secilin. Që kanë dalë antikushtetuese. Po, që kanë dalë antikushtetuese. Dhe ka pasur kompetenca që ti kthej. Po, pra. Ka mundur të ushtroj plot kompetenca edhe ligjet caktuar, ta them ligjin për pagën në sektorin publik, ka hyrë në fuqi, nuk është dërguar pi partive opozitare. Fatkeqësisht në gjykatë kushtetuese, dërguar pi avokatit popullit. Avokati i popullit ka prit 124 ankesa me ardh. Dhe ka ditë zonja Osmani atëherë, 124 ankesa. Oni kanë ditë probleme që lidhen me ligjin për pagën në sektorin publik. Pa ai ligj edhe për zyrtar publik, është konsideruar reforma më e rëndësishme prej qeverisë kurti dhe nuk është prek pasaj. Kështu që nëse opozita na kthen te çështja që po e diskutojmë sonte, çfarë presidenti kërkon kurti? Por nëse opozita si duhet një president, si Vjosa Osmani, le ta votojnë Glauko Njufsen. Besomni, kom e qenë maj mirë se Vjosa Osmani. Ja, me Glauko e ka pranu publikisht që vetë vendosja të bën tokë. Po të bën tokë, pra. Se ka bët tokë, zonjën Osmani. Jo veç. Se ka bërë, kë kërkon zoti Kurti për president? Nuk e di ka, po... Arsyeja pse edhe kemi shku në zgjedhje një proces të ri elektorale për menën që ka qenë presidentja dhe pikërisht sepse e njëjta i ka tejkalu në kundrën e Kurtit, i ka tejkalu kompetencat të cilat kanë qenë të saksume, të sankcionume me kushtetut. Dhe me thonë, pjesëmarrja e saj përfaqësimi i Republikës Kosovës në do forume të cilat i dashme përfaqësu Kurti. Nga njëra ajo varet nga ftesa. Jo, po, zonja Osmani ka shku edhe kështë mënyrë proaktive, ka marrë pjesë, po, në disa samite, ka marrë pjesë, këtë në funksion, jo të, do me thonë, jo në të mbivendosjes së saj në raport me figurën e kryeministit përkatësisht të Kurtit, po ka qenë në funksion të legjitimimit të vetes si një person, dhe do me thonë, në kërkim të drejtësisë për një mandat të ri për presidente. Po, edhe këtë ka qenë në kuadër një pilare. Politikë është ambicion normale, por në anën tjetër, nëse nuk e kanë ftuar zotin Kurti si kryeministër, është dashur zonja Osmani, thotë nuk po vijun si presidente? Jo, çfarë dashta deduksioni kësaj ke që e don një president që nuk i kundërvyhet ose nuk i interferon në kompetencat e kryeministrit dhe që një figurë më të zbetë, sepse dikush që si bën pandan figurës kryeministri që ka dish me bë. Thënë këto, ju prisni derisa jemi duke diskutuar se si mund të formohen institucionet, nuk ndan pushtet zoti Kurti me asnjë subjekt ish opozitar? Po edhe unë besoj që edhe po bën përpjekje me nda pushtet. Po të çështja president, unë po flas për optimalin, për idealin, figurën e idealit të dëshirueshme prej Kurtit. Sa janë kushtet, domethënë nashta ndodhet në një situatë okazive detyrohet me pranu edhe dikon që nashta i relativizon figurën e tij pe kryeministrit, sepse ja imponon marrëveshja, po megjithatë smunët. Po figurë që relativizon figurën e zotit Kurti. Përveç një marrëveshje politike dhe një president i cili vjen për një subjekti tjetër politik. Aty nuk ka relativizim figurës, ma shumë ka, si me thonë, fërkim. Ma shumë ka fërkim, se që ka relativizim figurës. Me i votuar edhe në këtu, si edhe ka partin me të votuar. Si me thonë, mi bo pandan, kështu saj përket karizmës pa përmbajtje fjalla. Jo, se pata, në kompetenca, ndërhymja, mundet me përjetu si relativizim i kompetencave të tina. Edhe mbi këtë logjik, menoj që e kërkon një, kushtimisht për thëmë, ma impotent se sa që ka qenë kohëve të fundit të zonja Osmani. Më thonë, din figurë ma inerte. Ka disa vjetë që në këtë vend, këtë popull, është diskutu që kush i bën konkurencë Albin Kurtit. Është thonë Vjosa Osmani. E pam qësë. Një herë, dy herë, tri herë, argumente poshtë nalë, përfshirë, edhe une pjesërisht kam besu në një gjëtë të tjilë, dhe s'ka ndodhi. Zoti Kurti, si që thëtë Glauko Njufsen, e boni tokë zonja Osmanin. Pse? E ka kry misionin me zonja Osmanin. Nuk eksiston ma si penges. Kuptimin elektoralisht, të më thonë, sa vota i morë? A me numër të vota? Numër të votave. Numër të votave, naturisht. Nuk ka asë një penges ma zoti Kurti, që e ndalën dikush në rrugën e ti për me dëmtu këtë venë. Kjo përbje që zonja Osmani pas ka mbrojt këtë vend.
Në cilin rast? Po që to, nëse kërkush tjetër se Unë fola për perceptimin që ka ekzistu. Okej. Për perceptimin. Cilin kom besu edhe unë herë. Dëshirëve bisë për pak ma shumë me viktimat. Zonja Osmani është certifikuse e të gjithat këqijave që ja ka bo Albin Kurti këtij veni. Pik. Pse menoj që nuk është duke u po drejt situata, edhe po shihet veç rezultati, edhe po interpretohet vitëm mbi atë, dhe s'po analizohet, si me thonë, mënyra që këta kanë hinë në një gartë pa barabartë. Cilën? Si kur delë që sa është 100 euro, që veqë? Cilën? Pse është jo legitimit për Pse kanë marrë pjesë në zgjedhje shkumbin? Pse kanë marrë pjesë në zgjedhje? Nëse ne kemi që... E kanë ditë ata që është të ndo paret, pse kanë marrë pjesë në zgjedhje? Leni leta përfundon elaborimin. Jo, që ka deshtë me thonë, ma heret, kur rritëshim pagat para zgjedhje, kur rritëshim pensionet para zgjedhje, ja drejtonën gishtin që ati, edhe qaj, kur fitoj kësë zgjedhje, qaj theshën për shtaj ka fitu. Kujna? Ashim thashit. Po njëheri ka rrit ato paga bre? Po, se cilin po zgjedhje, ka po zvendime. Njëheri ka rrit. Gjitha qeveri. Njerë, por kanë abuzuar. A i ka fitu disa vjetë, po njëheri ka rrit ato paga. Mos i harron bushjet për 5 eurove që në epke. Po njëheri ka rrit pagat. Ta shumë pe kuptoj dëshiren me sulmu dhe Vjosa Osmani.